Fillimi I vitit të 2026 ka shënuar një ulje të lehtë të kërkesave për blerje e apartamentesh në Vlorë apo edhe Meqera. Shkaku kryesor lidhet kryesisht me infrastrukturën e qytetit, ndërsa tremujori I dytë apo edhe afrimi I sezonit pritet të ndryshojnë këtë trend. Renato Banushaj, agent imobiliar, thekson se ka edhe një stopim të shtetasve të huaj, kryesisht italian, por gjithçka pritet të jetë ndryshe në vijim. Gjithmonë fillim vitet janë me projet më të vogla për sa I përket blerësve. Shpresojmë që me muajt në vijim të rritet kërkesa dhe domosdoshmërisht do të jetë në muajt korrik, gusht apo gjatë sezonit verës, gjithmonë ka një rritje të ndjeshme për sa I përket investime si të huaja ashtu edhe vendase. Për sa I përket italianëve, me që u prek kjo temë, nuk ka pat një prurje kohët e fundit, biles nga klientë tanë ka pat disa që kanë kërkuar të shesin pronat e tyre dhe janë kthyer në vendlindje apo kanë emigruar, do të thoja, drejt vendeve të tjera që sipas atyre kushtet janë më të favorshme. Në krahasim me vitin e kaluar ka pat një luhatje të lehtë, një rënje të lehtë për sa I përket kërkesës nga investitorët e huaj. Kjo ndodh ndoshta edhe për shkak të infrastrukturës që ka qenë këto kohët e fundit me qytetin e Vlorës, ka pat disa mangësi. Jemi në pritje të një rritje, shpresojmë në tremujorin e dytë të këtij viti. Në krahasim me një vit më përpara, qerat kanë rënë me 20%. Shitjet apo euro për metër katror, do të thoja vlera për metër katror, disi stopua, nuk ka më rritje ajo rritje e bujshme që ka qenë para disa kohësh. Çmimet pothuajse kanë kapur majën dhe lehtësisht janë në rënje, nuk ka pat rritje të çmimeve. Banushaj është ndalur edhe tek investimet në Vlorë mbi të gjitha aeroporti, përfundimi të cilit do t'i jap një hovd më tej kërkesës për të bler apo marrë qoftë edhe Meqera, prona në Vlorë. Do të na ndihmonte shumë hapja e aeroportit dhe investimeve që po flitet. Ndikimi I aeroportit do të jetë shumë pozitiv në fushën imobiliare. Pritet që të ketë një boom shumë të madh shitjes, por deri atëherë le të shikojmë. Pjesa dërmuese që na ka shkaktuar kohët e fundit ka qenë vetëm infrastruktura, në Vlorë nuk ka qenë as pak e volitshme, ujë, drita, rrugë nuk kanë qenë fort të mira. Ndërsa në këtë periudhë ka patur një rënje të lehtë të çmimit për ambientet Meqera. Banushaj thekson se ajo çfarë vjetre është kërkesa në rritje në zonat rurale nga të huajt, e lidhur kjo me çmimet apo qetësinë që kërkojnë, ndërsa referuar Vlorës, zona e Lungomares mbetet më e kërkuara. Ka pat rritje të çmimeve për sa I përket vetëm apartamente apo ndërtimeve të reja. Ndërtimet e reja, pallatet që janë në ndërtim, kanë një çmim më të lartë, goxha më të lartë në krahasim me pallatet e ndërtuara edhe 10 apo 15 vjet më përpara. Kryesisht të gjithë kërkojnë pjesën e Lungomares deri diku plazhin e vjetër, por që sot është bërë e pamundur për pjesën dërmuese të klientëve apo për shkak të çmimit. Çmimi ka qenë shumë I lartë dhe jo të gjithë mund ta përballojnë një çmim të tillë. Janë duke kërkuar dhe në pjesët e tjera të Vlorës, kryesisht kanë qenë zonat rurale që kanë pasur një kërkesë kohët e fundit. Fshatrat përreth Vlorës në rrethina kemi pat goxha kërkesa nga shtetas të huaj. Zonat rurale do të thojë zgjedhin për dy motive. Pikë së pari, çmimi që është relativisht I ulët dhe qetësia. Normalisht ata klientë që blejnë në zonat rurale janë klientë të moshës apo persona të moshës së tretë që duan dhe pak qetësi. Vlora mbetet një nga zonat me interes të lartë për të huajt, ndërsa padyshim që sezoni veror është edhe periudha kur ka më shumë kërkesa për prona.